Përshëndetje, vazhdoj me parashikimet me dy shenjat e radhës. Do thoni ju në nataro pse I ke bërë kështu shenjat na dy nga dy, sepse janë minuta që nuk janë të mjaftueshme për të gjitha që të bëj një grup të gjithë. Por dhe kështu, dy nga dy mirë më duket, nuk është më duket keq. Gjithsesi vazhdojmë me shenjën e radhës, që është kush është, të thoni ju? Shenja e radhës është shigjetari. Shigjetari ne shikojmë na ka ardhur princi I shpatës, që kalzon ose kalëron mbi një motor. Për të është një moment I madh. Ky moment shikoj që kalorësi vrapon përpara, ata janë një figurë e fuqishme dhe plot fortë, sepse po vrapon, po ecë me shpejtësi të madhe. Shikoj që ky ka pa durim për të arritur qëllimet e tija, shikoj që shigjetar, bë pa kujdes sepse në anë të kundërt ke gjëra të tjera. Vërtet mund të jesh një person shumë I fortë, I fiksuar për idet dhe gjërat që të kesh një realitet, por mos haro qëllimet, vështirësitë që mund të asësh gjatë rrugës. Këtu do të thosha që ti je duke pritur të kalosh të gjitha pengesat, ti pret të kalosh të gjitha pengesat që bien para rrugës tënde, por nuk ka gjasa të reagojnë disa persona me atë përgjigjen që ti kërkon. Dhe nuk do ta bëjnë këtë që ti pret nga këta persona. Shikoj që kalorësi këtë moment tregon një siguri, është I fokusuar në gjërat e veta, në arritjen dhe qëllimet e tija. Çfarëdo që mund të ndodhë në shenjën e shigjetarit, duhet të qëndroni në rrugën tuaj. Kalorësi më sugjeron që ti duhet mbrapa te është një tren mallrash I pandalshëm dhe ke ambicie të mëdha në rrugën tënde të shpejt drejt suksesit, por ti kërkon gjërat shumë shpejt. Kjo letër më jep të nënkuptoj që je duke prerë qoshet e disa gjërave dhe je duke ecur përpara pa një plan, duke refuzuar çdo person që mund të tregojë je gabim këtu, je gabim atje, ty nuk t'interesojnë se çfarë thonë të tjerët, po je duke vazhduar përpara me atë largpamësinë tënde, pa bërë plane në jetë. Me sa shikoj këtu, je duke refuzuar disa gjëra dhe ndikojnë shumë negativ në rrugën tënde në kërkimet e tua. Të shikoj që je një person I guximshëm për këtë gjë, por nëse ti më shfaqesh me këtë vrull këtë moment, unë do të thosha që merr parasysh, karikohu mirë përpara se të avullojnë disa gjëra nga jeta jote. Shikoj që je në një moment për të arritur qëllimet e tua, aty ku dëshiron ti. Merri momentet për të rivlerësuar planet e tua, mos sulmo, okay? Sepse ka mundësi që një plan në jetën tënde të jetë I rrezikshëm. Dhe ti nuk do ta ndjesh fare këtë gjë. Prandaj, mos I ndiq disa gjëra në jetën tënde. Ec me plane dhe me sa shikoj planet e tua këtë moment më duken sikur ti do të kërkon të dëshiron më saktë të arrish në gjërat e tua, por je duke sulmuar planet e tua nga ana tjetër. Prandaj unë po t'jap mundësi që ky plan është pak I rrezikshëm për ty, por nuk do e ndjesh. Nëse ecën me qetësi dhe mos merr vrull, sepse në çdo rrugë që mund të bësh ke prerë qoshet e disa gjërave, po mendon që të ecësh përpara, mendon që rrugën e ke të hapur, po ndonjëherë duhet të shikosh dhe planet e të tjerëve që ndikojnë në jetën tënde. Okay? Sepse nuk je I vetëm në këtë rrugë, ke edhe një person tjetër. Të uroj gjithë të mirat edhe ty shigjetar. Vazhdoj me shenjën tjetër, me shenjën e bricjapit. Bricjap, të ka ardhur mbreti I shpatës, një udhëheqës, një person që gjykon pa pasur baza këtë moment në jetën tënde. Nëse mbreti I shpatës duket pak gjykues, kjo ndodh sepse ai është mbret në fushën e tija, është I aftë të presë çdo gjë në jetë, sepse ka dhe shpatën në dorë dhe është të presë të vërtetën me një forcë dhe me një të tregojë shumë I ashpër. Ndërsa ti nga ana tjetër të shikoj që duhet të përdorësh pak etik nga ana tënde dhe përdor dhe pak besimin brenda teje. Po ti ishte kaq politik, po ti ishe më saktë kaq politik, të kishe kode në jetën tënde, të ishe I fortë, të kishe moral, të bën kjo letër më tregonte që do kishe shumë gjëra të tjera. Kujdes nga korrupsioni që të bëjnë të tjerët dhe je një person I papërshkrueshëm.
Okay? Nëse mbreti i shpatave të përfaqësoj këtë moment, përfaqësoj një person në jetën tënde, ai ka të ngjarë të jetë një udhëheci drejt dhe i drejt për drejt në shumë arsye. Kjo letër më tregon, ky mbret ndonjëherë më tregon që mund të jetë i shkëputur emocionalisht, nuk them që s'të mendon, i ka bërë gjërat më mirë në komunitetin e tij, në familjen e tij apo në jetën e tij, në përgjithësi domethënë, por është një arkitekt që bën dhe disa trillime. Domethënë, keni persona jashtë jetës tuaj që mund t'i kesh pasur dikur në shoqëri, në tavolinë, miq, shok që kanë trilluar shumë për ty si person. Mbreti i shpatës më tregon që duhet të shkëputesh ndonjëherë nga emocionet dhe të shikosh zgjedhjet e tua sepse udhëhiqesh nga dëshira për të bërë gjëra të mira në komunitetin tënd. Në përgjithësi do të thoshe që të shoh shumë do bësh shefi policisë në disa gjëra që të zbulosh të vërtetën tënde. I ngjan një figure, është një figure babait tënd, një emocion i largët, do të thosha që figura e babait të largët ose mësues për ty të dhëmb, po më fal që po ta them që të dhëmb pak në kombinimet e liderit në jetën tënde, por është i drejtë, është i drejtë me ty, është i ashpër ndaj qëllimeve të tua, por po të mbron nga disa. Nëse je ti mbreti i shpatës, mund të gjesh veten në një pozicion të pushtetshëm. Jeni i drejtë, punoni shumë, do shërbesh në familje, në komunitetin tënd, por do vetmohosh disa gjëra ose do sakrifikosh disa gjëra. Shpesh kjo letër më sugjeron të them që është një vend ku emocionet thjesht nuk të shërbejnë në disa momente, por të shërben që duhet të tregohesh i serioz, të punosh me logjikën, okay? Dhe të gjesh një mënyrë për të kapërcyer çdo pengesë dhe çdo trillim që mund të bëhen në jetën tënde. Lufto për atë që ti kërkon në jetë, por të thash pak më lart. Është figura e babait tënd. Tani mund të jetë disa persona nuk mund ta kenë babain, po disa persona e kanë. Në të dyja rastet, është figura e prindit tënd që ta jep si energji, që ti të jesh një person i fortë brenda vetes, të jesh një person që t'i lësh pak larg emocionet dhe të bëhesh mësues në jetën tënde reale. Të detyron kjo energji të rritesh pak si person dhe t'japësh drejtësi të ashpër disa gjërave dhe t'jesh në rrugën tënde drejt qëllimeve që ti kërkon. Largo nga trillimet, se ke persona rreth vetes që trillojnë për ty. Okay? Kjo ishte edhe për ty, Bricjap. Ishte për ty Bricjap edhe kjo letër. Uroj që të kaloni sa më bukur Bricjap edhe shigjetari.